Artistët cirkut kombëtar këtë fundjavë zbritën në Gjirokastër për të bërë pjesë e atmosferës së festave të fundvitit. Për afro një orë, Gerald Shima, Sabina Troshku, Sajmir Hamollu e Loredana Dushku performuan në skenën e ngritur në zonën muzeale, numra të përzgjedhur nga repertori i tyre. Japim të shfaqje këtu në qytetin mrekullueshëm të Gjirokastrës, pikërisht për festat e fundvitit, një program nga bashkia e cila është gjatë gjithë kohës në dieni, domethënë nuk është vetëm dita e sotme, por janë shumë ditë të tjera që do të përcjellin emocione, do të përcjellin gëzime për të gjithë publikun, kështu që shpresojmë ditën e sotme të kemi dhuruar emocione dhe të dhurojmë akoma më tepër emocione në shfaqjen tonë. Numrat janë nga më të ndryshmit që po përcjellin për publikun, janë numra më tepër alegrie, të cilat do të përfshin dhe publikun, ku dhe ata do të jenë pjesë e performancave tona, do jenë dhe ata të cilët do përpiqen të realizojnë sadopak performancat. Shkoj shumë mirë, shpresoj që publiku i Gjirokastrës të jetë kënaqur dhe shpresoj që jemi në shfaqje të tjera. Artistët dhuruan emocione, morën duartrokitje nga qytetarët që ndoqën shfaqjen e tyre. Ata që duket se u kënaqën më shumë ishin fëmijët. Po kaloj shumë mirë. Më pëlqen shumë shfaqja. Shumë mirë po kaloj. Më pëlqeu shumë shfaqja si e bënin ata akrobatët që rinin pa duar, me duar. Më pëlqeu shumë, po mbi karige. Çe parë tjetër shfaqje cirku të tillë? Jo, asnjëherë. Ishte kënaqësi ta shijoja në këtë ditë, në pragun e Krishtlindjeve. Kjo skem pëlqen shumë deri tani dhe pjesa që më pëlqen më shumë ishte kur erdhi ajo balerina dhe bënte gjëra. Vetëm një herë kam parë një cirk, po ky po më duket më i bukur. Më pëlqeu shumë shfaqja e cirkut, sa është shumë e bukur. Shfaqja e artistëve të cirkut kombëtar erdhi në kuadër të kalendarit të aktiviteteve që Bashkia Gjirokastër organizon për t'i bërë festat për qytetarët e saj sa më të gëzueshme.